Investime të mëtejshme në jo vetëm digitalizim, por edhe në mbrojtjen e këtyre sistemeve digjitale, kërkohet gjithnjë më shumë ngritja e kapaciteteve brenda këtyre infrastrukturave, pasja e individëve të veçantë që merren jo vetëm me pjesën e IT-s që tashmë njohim, por në mënyrë të veçantë me pjesën e ruajtjes së sistemeve. Gjithashtu edhe procedurat të reja që vinë me ligjet e reja që janë fuqi dhe me daljen e akteve nënligjore. Shqipëria që nga viti kaluar ka një ligj të ri për sigurinë kibernetike dhe tashmë janë të paktën rreth 20 akte nënligjore në proces, një prej cilave për shembull është edhe strategjia, po të tilla kanë qenë për shembull vendimi i Këshillit të Ministrave për listën e infrastrukturave kritike të rëndësishme dhe një numër aktesh nënligjore, të gjitha këto çojnë në rritjen e rezistencës sistemeve digjitale.